Kandidati për deputet dhe ish nënkryetari i Kuvendit Myslim Murrizi ka publikuar një dokument zyrtar të Këshillit të Ministrave, i cili hedh dritë mbi mbështetjen shtetërore që Fondacioni Soros ka marrë në Shqipëri. Në postimin e tij në Facebook, Murrizi kundërshton pretendimet e disa analistëve dhe politikanëve mbi rolin e Partisë Demokratike në praninë e këtij fondacioni në vend. Ai publikon një vendim të Këshillit të Ministrave të datës 10 janar 1992, sipas të cilit qeveria e asaj kohe i garantonte Fondacionit Soros zyra pa qira dhe një apartament banimi me qira të paguar nga shteti. Meqense shpeshherë në studio ka patur debil politik që kanë turfulluar se kush e ka sjell apo kush e ka pritur këtë monstër në Shqipëri, po ju postoj vendimin e Këshillit të Ministrave datë 10 janar 92. Për kujtes, PD ka ardhur në pushtet më 22 mars 1992. Nga një krahasim i fakteve historike, rezulton se ky vendim është marrë gjatë qeverisë së kryeministrit Vilson Ahmeti, i cili drejtonte ekzekutivin para zgjedhjeve të marsit 92, kur Partia Demokratike fitoi shumicën dhe Aleksandër Meksi u bë kryeministër më 13 prill 1992. Kjo do të thotë se vendimi për të krijuar kushtet për Fondacionin Soros në Shqipëri është marrë nga qeveria e fundit komuniste, e cila ende drejtonte vendit në fillim të atij viti. Këto fakte duket se mbështesin pretendimin e Murrizit, i cili thekson se PD nuk kishte lidhje me këtë proces, pasi nuk kishte ardhur ende në pushtet.